Në episodin e radhës kushtuar përballjes së kandidatëve nga listat e hapura në Faktoje Pikal për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, vëmendjen e merr Shkodra. Kesi Spahia e Partisë Socialiste dhe Tedi Kopliku nga Partia Demokratike, dy kandidatë, të cilët edhe pse vinë nga radhët e të rinjve në politik, ballafaqohen gjerësisht me pikat e nxehta që vlojnë në jetën e qytetarëve të qarkut të Shkodrës, që pritet të dërgojnë në kuvend 11 deputet. Partia Socialiste synon 5 nga 3 mandate që ka fituar në zgjedhjet e 2021-shit, ndërsa Partia Demokratike garon për 6 nga 5 mandate. Ajo që karakterizon Shkodrën vitet e fundit nuk janë liçeni, lumejt, shkodrant, e kanë fjalën si kulturë, si traditë, dhe ajo që është u hub është pikërisht identiteti i qytetit, dhe sot ai po njihet si një qyteti ku nollin vrasje, si qyteti ku largohen më shumë se asnjë qytet tjetër. Qytetarët e saj, mitana të rit e saj, njihet si qyteti që po i mbyllen shkollat e universitetit, po i mbyllen shkollat e gjimnazet nga mungesa e studentave. Shkodra sot po përjeton një transformim të jashtëzakonshëm, nëse mund ta quaj, mund të jetë shumë hiperbolike si fjalë, po është realisht shumë transformim shumë i madh. Dhe ky transformim normalisht që rrit edhe qarkullimin e shëndetshëm të qytetit, duke sjellë edhe zhvillim. Shkodra është kthyer sot në një kantier ndërtimi, një kantier ndërtimi që po investon për të ardhmen. Shkodra është duke u kthyer një qytet i madh Airbnb, pra i vetmi aktivitet që është në shërbim të atyre që a thu na vin apo a thu nuk na vin. Shkodra sot që flasim është qytet, mund ta them kështu me fjalë thjesht, është full me turistë. Poshtimi i turistëve normalisht që rrit edhe qarkullimin, ka atë rritjen ekonomike. Për sipërmarrësin e ri është gati e pamujtur për investimet që vinë në Shkodër, është qyteti më i lënë në harres se asnjë qytet tjetër. Dhe në këtë sens ekonomia është si 1+1 bën 2, bjen. Kemi 8 projekte strategjike në Shkodër që disa prej tyre kanë filluar, po filloi me hyrjen e Shkodrës, me rrugën e Dugaxhinit, me rrugën e Komanit, është rruga Shirok-Zogaj, për të vazhduar pastaj me autostradën Adriatiko-Joniane, kemi ekurrudhën që lidh Shkodrën me Malin e Zi, përmend edhe rrugën e Shëngjin-Velipoj, infrastrukturë që e kthejnë Shkodrën në një kryeqendër rajonale. Ato pak investime që janë të bërë gjithsesi janë tëna projekte që kanë zënë pluhun të shkruar nga Partia Demokratike dhe të lënën në përsëritar të bashkisë për arsyeën e vetme sepse nuk u aprovoshin fondet, qoftë nga Fondi i Zhvillimit, por qoftë nga qeveria shqiptare. Për një të ri në Shkodër, edhe nëse më përpara ishte universiteti një prej mundësive për me studiu, sot ashtu u bë gjithnjë më pak. Më përpara për shembull në Universitetin e Shkodrës vishin prej qyteteve rreth rrotull, afër Shkodrës, po edhe prej rajonit Kosova, Malizi, vishin shqiptar për me studiu në Universitetin e Shkodrës. Ne si Parti Demokratike kena program konkret për rikonceptimin e arsimit dhe Universiteti i Shkodrës mund me kenë një prej arsyeve të forcimit të ekonomisë të Shkodrës. Universiteti i Shkodrës është përfshirë në këtë valen e madhe të reformave si të brendshme, ashtu edhe të jashtme, duke i dhënë shumë mundësi studentëve, qoftë edhe me programet që po vinë edhe nga jashtë, po vjen një projekt shumë i bukur në lidhje me një universitet në Austri, sa i përket Universitetit të Shkodrës, i cili do të jetë një mundësi e jashtëzakonshme për studentat e Shkodrës. Duhet të them që në Universitetin e Shkodrës u hap për herë të parë dhe doktoratura. Këto janë absolutisht benefite që i ofrohen studentëve të Shkodrës për plotësimin e gjithë kuadrit tyre arsimor. Kena universitetin, për shkak që mundena me rikonceptu dhe me kenë të partë, pra me kenë lokomotiva e ridimensionimit të arsimit me inteligjencën artificiale, me zhvillimin e teknologjisë, Universiteti i Shkodrës duhet ta ketë përgjigjen i pari për këtë treg të ri punet. Duke studiu tregun e punës, Universiteti i Shkodrës mund me kenë burim i kapaciteteve jo vetëm intelektuale, po edhe ekonomike nesër, nëse i përgjigjet tregut punës. Varfënia është arsyeja e këtij krimit, nuk ka dhunë më të madhe se sa varfënia, dhe krimi në Shkodër është produkti i kësaj varfënie që Shkodra është lënë në vite, pra sidomos 12 vitet e fundit. Krimi është kudo sepse ai prek gjithkënd, domethënë prek turizmin, prek ekonominë, prek politikanët tonë. Pra krimi i troket të dera, i thotë a dën me të nimu, sepse ato kanë tashmë edhe kapital ekonomik. Është një problematikë e cila unë besoj që edhe me policinë e shtetit ne kemi pas një ndryshim të situatës periudhën e fundit. Situata është goxha më stabilizuar, kështu që unë nuk do doja kurrë që nga Shkodra të përcillen mesazhi si një qytet i pasigurt dhe me problema të kësaj natyre.
Unë thash që ne Shkodrën sot po japim një panoram shumë herë më të bukur dhe Shkodra meriton që të lidhet me gjitha të mirët edhe bukuritë që ka. Jam krejtësisht i ndërgjegjshëm për këtë problematikë që është një nga problematikat kryesore dhe nuk do të dalun me armë me luftu krimin. Si luftohet krimi? Krimi luftohet duke kthy në shinat institucionale, institucionet që merren me këtë gjë. Dhe unë besoj se të gjitha forcat e ndryshimit brenda institucioneve po japin impaktin e vet edhe në uljen drastike të kriminalitetit në bashkinë e Shkodrës. Kështu që unë besoj që Shkodra sot po shikohet dhe po jeton në një frym tjetër kundrejt qoftë edhe të kësaj fushe. Largimi i trive, largimi masiv i trive. Ajo pra ripopullimi i Shkodrës që për një tri, Shkodra mos me kenë vetëm vendi ku kthehet dhe kalon fundjavën nëse jeton në Tiranë ose nëse jeton jashtë shtetit vetëm me kalu pushimet, por me ndërtu të ardhmen aty. Bashkia Shkodrës është një ndër 3 bashkitë pilote të cilët janë bashkuar garancisë rinore, që është një projekt i cili i jep mundësi të rive të papunë të punësohen, të trajnohen dhe të marrin kualifikimet e duhura sa i përket, pra një kualifikim profesional sa i përket rrugës që ato zgjedhin. Kjo ka dhënë dhe rezultatet e saj të drejtë për drejtë sa i përket të rive dhe punësimit të tyre në Shkodër. Atëherë, një prej shqetësimeve të mia më shumë se tyne është kur kanë arrit mi bind shqiptar që këtu janë gjithë njësoj. Pra është indiferenca. Jeni gjithë njësoj thot. Çfarë ndryshimit ka me pas për mua në jetën time. Kjo është shqetësimi jem kryesor që ka arrit mi bind disa qytetarë që nuk kanë më asnjë gjë në dorë. Dhe kjo është sfida ime kryesore, mi bë njerëzit me besu tek forca që ata kanë, tek forca që ka votuesi shkodran, votuesi shqiptar për me bë ndryshimin. Tjetër shqetësim është varfënia. Është varfënia, pamundësia me mbyll mujin, pamundësia me pensionet që kanë stagnuar ndërkohë që çmimet rriten. Problematikat janë të ndryshme kundrejt edhe grup moshave, kundrejt edhe zonave, lidhen me problematikat qoftë edhe të punësimit, ndoshta diku largimi të rive. Ne kemi 2 vite që drejtojmë bashkinë e Shkodrës edhe punë që janë bërë nga bashkia e Shkodrës, pavarësisht se janë detyrimi i bashkisë, janë modeli më i mirë që Partia Socialiste po i ofron shkodranëve për t'treguar që ne nuk japim thjesht premtime. Beso vedin vototetin dhe është një nga, do të thënë si ka lind si slogan, është nga një tregim ose nga një përgjigje që më dha një taksist një ditë që pyeta po pse shesin njerëzit votën, se po thotë që është e pamujtur me ndryshu se njerëzit shesin votën. I thon po mirë, pse shesin votën? Se s'besojnë vedi. Pra nuk besojnë vedi dhe bi totalisht dakord me atë zotnin. Ne duhet kuptojmë forcën që kena. Dhe për një atë unë kërkoj voten aty në njerëzve që besojnë të veti dhe besojnë të forca që kanë për me bërë ndryshimin. Duhet të them një episod vogël, takova një ditë me një tregtar në një ndër bizneset atje, tha më keni vendosur shumë në borxh. Unë tha kam qenë gjithmonë me bindje të djathta, tha, po kur shofta se çfarë po bëhet sot për Shkodrën, tha, unë ndjej si borxh për veten që të votoj prapë për Partinë Socialiste, që të vazhdoj këtë që unë po shoh. Premtoj për qytetarët e Shkodrës që veçanërisht për rininë e Shkodrës që do jem me zërin tuaj si vetja për ju dhe për gjithë shkodranët.